Është plotësisht e saktë ajo analiza që bët juve, jo vetëm duhet të investigojnë, po janë vonë për të investiguar, për arsye se prioriteti i tyre është lufta kundër krimit të organizuar, që nga dita në ditë po krijon hapësira në të jashtëzakonshme në Shqipëri, që mund ta bëj procesin e demokracisë në Shqipëri një proces të pakthyeshëm më, dhe kjo është në rrezik për interesat e popullit shqiptar. Prandaj, sidomos në faktet, bashkëpunimi, pritja e përfaqësuesit të Sinaloës, që nuk ka asnjë dyshim që bënte dhe mbronte interesat e kësaj korporate të krimit kudo në botë, në Kanada, në Shqipëri, në vende të tjera, dihet është pranuar botërisht edhe nga Rai 3 në intervistën që ka bërë me gazetarin italian zoti Rama, që jo vetëm e ka pritur për interesat e disa miqve të tij nga Vlora, po i ka dhënë edhe licencën e një kazino, gjë që tregon që involvimi edhe pjesëmarrja e kryeministit shqiptar nuk është nga padituria, nga mosaktësia e fakteve. Ai ka në dorë që të marrë informacionin nga gjithë burimet e nevojshme, duke përfshirë që nga shiku e deri te institucionet tjera të specializuara të shtetit shqiptar, se çfarë përfaqësojnë këta personazhe, po ai nuk e ka bërë këtë gjë, dhe dihet nga ana tjetër në përgjigje të pyetjes tuaj që presidenti Trump e ka quajtur jo vetëm vit të kuqe, por në fjalimin e tij para 10 ditësh ka thënë në një përgjigje të pyetjes së një gazetari, ka thënë që në qoftë se ne do të shikojmë bashkëpunimin që kanë organizata ose shtete me organizata terroriste, me Sinaloën, të cilat shteti amerikan i ka quajtur organizata terroriste, nuk do të ketë asnjë vend i cili nuk do të jetë në synimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe në goditjen e tij si Venezuela. Domethënë, ka bërë një paralajmërim duke përfshirë të gjitha vendet e tjera, të cilat në një farë mënyre nuk janë evidentuar deri tani në atë vështrimin e saktë të departamentit të shtetit si vende me veprimtari dhe lidhur me krimin e organizuar. Dihet që Shqipëria kohët e fundit, edhe nga raporte, duke filluar që nga raporti i departamentit shtetit dhe raportet e organizatave kryesore, njihet për një bashkëpunim politikës me krimin e organizuar, të pastrimit parave, të deklaratave tepër të fuqishme të kryeprokurorit të Napolit antimafia, i cili ka i cili ka thënë që veprimtaria është më shumë se narkoshtet, ku dihet që ndrageta dhe organizatat kriminale bëjnë dhe pastrimin e parave. Të gjitha këto tregon që Shqipëria e kontrolluar tashmë nga një autokrat gjysmë diktator si Rama, është në kufit e përcaktimit nga vendet perëndimore, domethënë të një vendi potencialisht jo vetëm i papranueshëm në bashkësinë e vendeve perëndimore, po edhe i rrezikshëm për atë influencë që mund të ketë kundër vlerave dhe interesave të vendeve perëndimore në qoftë se bashkëpunojnë me të. Prandaj, Rama mbetet vetëm me një retorik, bën mbledhje sikur do të bëj samitin e NATO-s edhe gjëra të tjera për të hequr vëmendjen. Dihet që gjithë propaganda e tij, dhe kjo është baza që mban shtetin, një propagandë dhe shtypje, duke bërë një polici që të jetë në funksion të interesave të tij dhe jo të interesave të vendit, një shtet policor, ashtu siç janë gjithë autokracitë tashmë moderne, të cilat nuk fusin tanket dhe ushtrin, por mbajnë nëpërmjet policisë dhe propagandës ekzistencën e shtetit tyre të korruptuar dhe më gjerë. Prandaj, Rama është në kufit që duket janë dy element që do të përcaktojnë të ardhmen e tij. Në radhë parë dhe kryesorja është populli. Dhe tani dihet që nuk mund të ketë një bashkëbisedim institucional, zgjidhja do të vijë ashtu si
të gjithë vendet e tjera të perëndimore, si në Bullgari ishte rasti i fundit, në Rumani, populli duhet marrë në dorë fatet e tij. Prandaj, ajo që bën shtypi perëndimor, ato që bëjnë gjithë miqtë e Shqipërisë që po e shikojnë që populli shqiptar po vuan në rilindjen e një diktature të re në Shqipëri, atëre populli jon duhet të veprojë për të mbrojtur interesat e tij. Kjo është një marrëdhënie kontraktuale me qeverinë e radhës, e cila ka dalë jashtë shinave, jo vetëm jashtë shinave, po kërkon që të heqi, domethënë gjithë perspektivën perëndimore të Shqipërisë, duke e kthyer Shqipërinë në një sultanat të vogël që t'i shërbejë interesave të një klase të korruptuar për të mbijetuar dhe vazhduar pushtetin e tyre. Ambasadori, falenderoj që ishit me mua në këtë bisedë. Faleminderit.